pasojën e polarizimit të tmerrshëm mes klasës politike në Kosovë, ku interesat e shtetit nuk vihen në radhë të parë, po kalkulimet e brendshme elektorale, dëshira për ta poshtruar tjetrin, ambicia për të pasur ose për ta siguruar një pushtet të pakufishëm, edhe një kulturë bukur e prapambetur sa i përket aftësisë për kompromis me palën tjetër. Është shumë e qartë se ajo çfarë ka ndodhur në vitin 2021 me një fitore plebiscitare të lëvizjes vetëvendosje në zgjedhje, është shumë vështirë të përsëritet, edhe shumë faktorë kanë çuar në atë situatë të vitit 2021. Prandaj do duhet kishte një aftësi më të madhe nga gjitha palët, sepse këtu nuk është vetëm një palë që e bardh fajin kryesor, po tani vendi ka mbet peng i egove të politikanëve të ndryshëm, të cilët kanë ambicie që ta dërgojnë njëri tjetrin në zgjedhje me akuzën se ky është fajtori. Është mbetet qytetarëve të Kosovës të shohin se cilin do ta targetojnë më shumë si fajtor të gjithë kësaj situate.